Ka kaluar më shumë se një dekadë prej kur është aktualizuar për herë të fundit kjo temë. Por tani presidentja Vjosa Osmani ka bërë hapin konkret, duke proceduar në kuvend amandamentet kushtetuese që mundsojnë zgjedhjen e drejtpërdrejtë të presidentit nga populli. Kam proceduar në kuvend amandamentet kushtetuese për zgjedhje të drejtpërdrejta të presidentit, tash e tutje le të flas populli. Por çka përmbajnë këto amandamente që do të bënin një ndryshim kaq drastik në një demokraci parlamentare si kjo e jona? Neni 86 i Kushtetutës së Kosovës do të fshihej dhe të zëvendësohet me një nen të ri 86. Derisa neni aktual 86 thot se presidenti i Republikës së Kosovës zgjedhet nga kuvendi me votim të fshehtë. Ai sipas amandamentit të propozuar do të ndryshohej me një nen të ri 86, i cili do të thoshte: presidenti i Republikës së Kosovës zgjedhet drejtpërdrejt nga qytetarët me të drejtë vote. Zgjedhjet presidenciale do të shpalleshin nga kryetari i kuvendit, jo më vonë se 6 muaj para përfundimit të mandatit të rregullt të presidentit të Republikës së Kosovës. Kandidat për të zgjedhur president do të mund të ishte kushdo nga partitë politike që kanë ulse në kuvend ose secili shtetas mbi 35 vjeçari i Republikës, që do të arrinte 15.000 nënshkrime nga qytetarë me të drejtë vote. Në ditën e zgjedhjeve, nëse kandidati për president merr shumicën absolute, më shumë se 50% të votave të vlefshme në rrethin e parë, atëherë zgjedhet presidenti i Republikës së Kosovës. Nëse asnjë kandidat nuk merr shumicën absolute të votave në rrethin e parë, mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve në mes të dy kandidatëve që kanë marrë numrin më të madh të votave në rrethin e parë. Rrethi i dytë i zgjedhjeve mbahet jo më vonë se 30 ditë nga rrethi i parë. Gjykata kushtetuese kishte dhënë mendimin për këtë kërkesë, duke e aprovuar, por vetëm pjesërisht. Në pikën 128, gjykata konstatonte se amandamenti i propozuar i Kushtetutës, i cili parashes zgjedhjen e presidentit të Republikës nga qytetarët me të drejtë vote, është përmirësimi të drejtës së qytetarëve. Gjykata e aprovoi pikën 1 të nenit duke konstatuar se neni i ri i propozuar 86.1 nuk pakson ndonjë të drejtë dhe liritë e përcaktuara në kapitullin 2 të Kushtetutës, por e rrëzoi paragrafin 3 të nenit të ri, duke konstatuar se ky propozim u amohon të drejtat subjekteve politike që nuk e kanë kaluar pragun zgjedhor për të pasur kandidat për president në rast se do të donin. Por ky ndryshim kushtetues nuk ndodhi kurrë. Siç dihet, për të ndryshuar Kushtetutën e Kosovës nevojitet shumica e dyfisht, pra 2/3 e të gjithë deputetëve dhe po ashtu 2/3 e pakicës serbe. Amandamentet nuk shkuan kurrë për votim dhe pushuan në heshtje, derisa ju dha zë këtë të enjte pas më shumë se një dekade. Presidentja në largim e Kosovës Vjosa Osmani, e cila po tenton rrugë të reja për kapjen edhe të një mandati si presidente e vendit.